Të nderuar shikues të Ditarit, jemi sot me analistin e njohur Lutfi Biladi, me të cilin do të ndajmë një bisedë me zhvillimet e fundit të Kosovës, duke u ndalur veçanërisht në arrestimin e ish efektivit të njësisë speciale Arpnor Spahiu nga Serbia. Zoti Biladi, fillimisht ju falenderoj shumë që keni pranuar ftesën për të bërë pjesë e Ditarit. Ishte kënaqësi, faleminderit për ftesë. Si e shihni ndalimin e ish policisë të Kosovës nga Serbia dhe mbajtjen e tij në qelim me akuzë për vrasje të rëndë në Banjsk? Po, Serbia vazhdon me maniere të tilla dhe nuk është hera e parë. Kem edhe në vitet paraprake raste të tilla. Bile mund të them ata në vitin 2024 në prill dikon kanë burgosur edhe një pestar bashkëkombës, do thotë serb, i cili ka qenë edhe është në zavetës drejtori i policisë së Kosovës. Me duket se është fjala për Zoran Jovanovicin, dhe pas duket pas disa orësh kanë liruar. Pastaj kemi rastin me 3 policë të cilët janë arrestuar në zonën kufitare shtetërore mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe të gjitha këto maniere të Serbisë në këtë fokus. Arrestimi i ish pjesarit një sitit special operativ Arpnor Spahiu, është një rast, do thotë, ky arrestim ka ndodhur me 7 qershor dhe gjykata në Serbi ka dhënë paraburgim për 30 ditë, do thotë një muaj det. Dhe tëra kjo është me qenë se zoti Spahiu qysh në vitin 2022 nga të dhanat zyrtare të policisë së Kosovës është vetë larguar nga detyra dhe nuk ka qenë fare pjesë e rastit Banjska. Mirë po, Serbia ka pas për qëllim që rastet e tilla ti konsideroj dhe ti paraqes se një ndjekje që bëhet gjëja se për rastin në fjalë dhe atë që ndodh në verimin e Kosovës. Dhe mendoj që psikologjikisht tenton të krijoj një panik që nuk mund të krijohet, them drejtën. Dhe dyta është marrë një person që në jetën e tij nuk ka të kaluar të dëmshme apo mund të them që lidhet për brenda, sepse Serbia nuk është ajo që gjykon njerëz brenda shtetit të Kosovës, por çdo veprimtari që nëse ka zhvilluar kushdo qoftë. Mirë po rasti i Spahiut është rast, po them, tipik i shantazhimit dhe i propagandës serbe që ka për qëllim që ta mistifikojë edhe rastin komplet të Banjskës që ka ndodhur në shtator të 2023-s. Dhe në këtë drejtim Serbia dëshiron që në opinionin e vet të brendshëm ta paraqesë si sukses duke i ndjekur ata që kanë zhvilluar veprimtari dhe operacione të drejta dhe legjitime, siç ishte rasti në Banjska për shkatrimin e atyre celulave që kanë pas një komponent, po të them, kriminale dhe terroriste. Mendoni ju se jeta e Arpnor Spahiut është në rrezik në Serbi në këto momente? Mendoj që Serbia nuk do ta bën atë gabim që të rrezikon jetën e një shqiptari të Kosovës të shtetit të Kosovës. Çdo herë që them të shtetit, se Serbia ka problem, nuk ka problem me nocionin e Kosovës me shtet. Kur përmend dhe thotë në këtë drejtim mendoj që nuk do merr dhe nuk e ka mund të them do të ishte katastrofale që një njeri paraburgosur në Serbi ta rrezikojë jetën e tij, por dëshiron që të ketë informacione dhe me shantazhe të ndryshme të merr ndonjë dëshmi dhe informacion derisa ka punuar në policinë e Kosovës, zotri Spahiu, dhe besoj që do të jetë një përmbledhje atyre që informacionet që atyre ju intereson, apo fundi fundit të tentojnë që të krijojnë mjekull dhe të nxjerrin ndonjë informacion që pastaj Serbia do të shfrytëzonte, mund të them, qoftë në dosjet apo mund të them edhe në rast të ndonjë gjykimi që dëshmitë e tij të jenë të tilla që mund të kompromitojnë proceset në Kosovë ose tërë efektivat e policisë së Kosovës në aksionet që ndërmirën në veri, por edhe në gjithë Kosovën. Por mendoj që zoti Spahiu nuk do të bjen në këto gracka,
por për jetën, për rrezikimin e jetës nuk e besoj. Nuk është hera e parë dhe e dyta Serbisë do t'i kushtonte një vdekje tillë në burgjet e Serbisë, pa marrë parasysh ku ka punu dhe ka punuar një pjesëtar aq më tepër një pjesëtar i policisë së Kosovës apo individ nga Kosova, sepse atëherë Serbia do të merrte edhe goditje, mund të them, nga organizata ndërkombëtare dhe ato që merren me të drejta dhe liritë e njerëzit dhe do të kishte një denoncim që nuk besoj që kjo do ndodhë. Po, qartë. A i vlerësoni të drejtë jo thirrjen e drejtorit të policisë të Kosovës ndaj ish pjesëtarëve të njësisë speciale apo dhe çdo efektivi tjetër lidhur me aksionet në veri për të shmangur kalimin në pikën kufitare me Serbinë? Sipas informacioneve nga kompetentët e policisë së Kosovës, është një udhëzim që i preferon, i sugjeron dhe ju tërheq vërejtjen që pjesëtarët e policisë së Kosovës gjatë pushimit të tyre, aktiviteteve të tyre, apo edhe mund të them janë disa rregulla në policinë e Kosovës për pjesëtarët e tyre për të udhëtuar jashtë. Dhe ekziston një udhëzim sipas informacioneve që është real dhe i saktë që pjesëtarët e policisë së Kosovës mos të udhtojnë tranzit nëpër territorin e Serbisë për në vendet e treta, dhe mendoj që kjo sqaron shumë dhe besoj që edhe ata që kanë punu në policinë e Kosovës dhe mendoj edhe çdo qytetar, sidomos që përfshin instrumentet e sigurisë, policisë, forcave të ushtrisë, FSK-s, por mund të them edhe ish pjesëtarët e ushtrisë shtetërore të Kosovës nuk kanë nevojë të udhtojnë dhe të kalojnë nëpër territorin e Serbisë. Edhe pse është marshrutë gjatë, pjesa tjetër e rrugës përmes Shqipëri, Malzi, Kroaci, ata që udhtojnë me mjete automobilistike, të shmangin këtë rrugë dhe të kalojnë në segmentin tjetër të këtyre 3 shteteve që i përmenda. Por ne e dim që shumë bashkëdhëtar, sidomos në kohën tash të sezonave të pushimeve, që edhe ata me siguri kanë, mund të them, duhet të sugjerohen nga ata, sidomos nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, që t'i shmangun në udhëtimet nëpër Serbi, edhe pse është rrugë më e shkurtë, mirë po do thotë siguria nuk është 100% nëpër Serbi, nga se edhe personat të cilët nuk janë pjesë të këtyre institucioneve që përmenda më herët, apo ish pjesëtarë të UÇK-s, nuk mund të garanton askush që Serbia nesër mos ta bëjë edhe ndonjë arrestim dhe t'i pengoj gjatë rrugës për bëjenat e tyre, qoftë për konsum të brendshëm, qoftë për efekte të atilla që ata tentojnë t'i paraqesin si ndjekje për njerëzit që edhe gjatë luftës, por edhe pas luftës nëpër institucione të sigurisë në Serbi shiqohen me një luftë tjetër. Në gjykimin tuaj, apo tenton Serbia të instrumentalizojë drejtësinë për të krijuar narrativën sikur Kosova po kryen krime ndaj serbëve? Po them drejtën, në aspektin legal ligjor, Serbia përpos në territorin e saj, po që se kryhet ndaj veprimet brenda territorit të shtetit të Kosovës nuk ka legjitimitet, sepse edhe pse nuk kemi njohje të ndërsjellë Kosovë-Serbi, dhe Serbia nuk e njeh Kosovën. Është aspekti, do thotë, që është një procedurë dhe një proces, mund të them më mirë, që kërkon kohë. Nuk është në dorën e Serbisë të gjykojë veprimet brenda Kosovës. Dhe mendoj që kjo është një politikë e cila ndaj Kosovës paraqet, mund të them, një lloj averzioni dhe tendence për të krijuar në opinionin serb që Kosova është pjesë e tyre dhe format të atilla që realisht mendoj që pengojnë edhe vetë Serbinë, sepse realiteti është të ndryshe. Sot kemi një realitet, sidomos pas shpalljes së pavarësisë, pas vitit 1999, që do thotë është edhe dita e shtërimit se të koincidon me Kosovën, në hyrjen e trupave të NATO-s, dhe që është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme në historinë e Kosovës, por edhe gjithë shqiptarëve mendoj. Realitetet kanë ndryshuar dhe mendoj këtë drejtim Serbia duhet të jetë
e vetëdijshme që raportet e tilla apo fqinësia e mirë duhet të realizohet vetëm në respektimin dypalsh në aspektin institucional dhe shtetëror. Dhe format e tilla të gjykimeve dhe të krijimit të improvizimeve të rasteve dhe të gjykatave të tyre me dekt e tyre që i paraqesin si Nishi, Kraleva dhe të gjitha ato që kanë bëjnë me Kosovën, ato ose format e tilla të institucioneve serbe me emrin e Kosovës janë forma që besoj që janë të gjykuara edhe nga faktori ndërkombëtar dhe nuk i shohin mirë në sy sepse faktori ndërkombëtar nuk mund të them drejtë ndonjëherë nuk ka dhe qasje kështu aq këmbgulse dhe të ashpër, sidomos me rastet e tilla ku maltretohen qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse mendoj që aspekti i tillë i lëvizjeve të njerëzve është njëra ndër kaptina që do thotë edhe procesi i Berlinit për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, lëvizjen e lirë të njerëzve, të mallrave dhe të kapitalit e ka si parim. Prandaj Serbia mendoj që duhet të ketë kujdes me këto veprime sepse to nuk i bojnë nder përkundrazi e futin në shtetin i cili me siguri nuk respekton rregullat, nuk dalet njeriu duke shkuar në qoftë edhe te ne, po ashtu. Nuk kem nevojë që sot të krijojmë të krijojmë të lashe me njerëz dhe me familjarë të cilët do thojnë dhe kanë nevojat e tyre për vizituar apo për të kaluar tranzit, qoftë në Kosovë apo në Serbi. Dhe mendoj që kjo formë e tillë e Serbisë, meqense politikisht Serbia është e ngarkuar, sidomos elita politike dhe shtetërore në Serbi, dhe tenton që të krijoj mund të them ato benefitet e brendshme që Serbia nuk je dorë nga Kosova, që do thotë është një nonsens i llojit vet. Duhet të themi se kemi parë muajt e fundit provokime siç ishte rasti i festës së maturantëve serb në Mitrovic dhe në Zvečan. Sa e rrezikuar është Kosova, më konkretisht veriu, nga një ngjarje konteksti të ngjashëm me Banjskën në kushtet aktuale? Shef 4 komunat veriore mund të them e përbëjnë atë pjesën që popullata etnike e pakicës serbe është e koncentruar, do thotë në shumicë, dhe në këtë rast mendoj që çdo aktivitet, çdo festë, sidomos festat fetare ortodokse serbe, manifestohen me fryma nacionaliste dhe mund të them disa raste keq përdoren edhe fëmijët edhe nxënësit, siç ishte rasti i fundit i maturantëve. Dhe mendoj që çdo lëvizje që bëhet në veriun e Kosovës, qoftë për festa, qoftë për aktivitete të ndryshme, të lira apo sportive, shfrytëzohet ai momentum që të shpaloset opusi tyre, i mitit e tyre nacionalist mbi Kosovën. Dhe mendoj që ju përmend rastin e Banjskës, të shtatorit 2023, i cili kaloi gjurmë, mund të them që paraqet edhe komplet atë që hyn opusin e asaj që ka të bëjë me sigurinë dhe rendin në pjesën veriore, sepse aktiviteti mund të them i grupeve të tilla, sidomos si Radojqiqi që ka një fuqi në Serbi dhe ka mund të them edhe efektiva, të cilat janë afërtina dhe mundën në të ardhmen të planifikojnë edhe aksionet e tjera, sepse ky rrymë kufitar do thotë Kosova ka zona Ferkon dikon një vijë kufitare për mbi 300 kilometra, 340 kilometra me Republikën e Serbisë. Do thotë në këtë vijë kaq këtë hapësirë, do thotë të vijës së gjatë të kufirit mund të keq përdoret jo vetëm për kontrabandë, por edhe për qëllime destruktive dhe edhe efekte terroriste të organizimit të këtyre grupeve që vijnë nga Serbia. Dhe në këtë drejtim mendoj që pjesa veriore është pikë ende nxehtë që ka depërtime të mira, do thot aspekte pozitive, rreth sigurisë dhe lëvizjes krahasuar me periudhat e pahershme. Do thot sot njerëzisht mund të shkojnë në këtë pjesë, mund të qarkullojnë, mund të kalojnë përmes kësaj pjese për të qarkulluar qoftë nacionalitetin serb, por kuptohet edhe shqiptarët qarkullojnë lirshëm dhe mendoj që por fokusi është që momentume të tilla si të festave apo aktiviteteve të tjera shfrytëzohen, nëse ka një aktivitet sportiv ose një lojë siç ishte rasti Shqipëri-Serbi, ata mund ta shprehen jo vetëm gëzimin sportiv,
por edhe aspektin e emocioneve të tyre nacionaliste, të cilat mendoj që dorën në zemër nuk janë të shëndetshme sepse krijojnë prap raporte dhe tensione të cilat nesër mund të kesh përdoren edhe për aktivitete më të rënda. Në ndjenin tuaj, a shndron ende në tryezën e kryeministrit të Kosovës zotin Albin Kurti plani për hapjen e urës të Ibrit dhe nëse zoti Kurti arrin ta krijojë qeverinë, mendoj se do të zbatohet ky plan? Po është një simbolik, them drejtën ura e Ibrit, sepse është një shaj e bashkimit të qytetit, bashkimit të njerëzve, edhe kulturave. Është pasuri në një vend kur kemi kultura dhe etni të ndryshme, edhe pse Kosova mund të them është mbi 93-94% popullat shqiptare, por ato 6-7% pakicat të tjera e pasurojnë jetën e Kosovë, mund të them drejtën, po dhe kulturat, sepse Kosova njihet për tolerancë në aspektin sidomos të asaj që ka të bëjë me religionin dhe është jashtëzakonisht e mirë dhe ne shqiptarët mund të krenohem ndoshta edhe në nivel botëror, që tolerancën e tillë e kemi jashtëzakonisht të zhvilluar dhe nuk është rastësi që përmendëm si shembull për të mirë dhe mendoj që aspektet e tilla të cilat siç është rasti i urës, sepse shumë njerëz mendojnë që ura pastaj kalohet sepse është atje sheshi në pjesën veriore të qytetit, ku është i simbolik sepse prap qarkullimi i lëvizjet të automjeteve kalon në krahun djathtë dhe të majt. Dhe që sot është, do thotë, në qarkullim, por hyn nga pjesa nga dy ura tjera, nga lagja e Boshjave dhe nga Suadolli dhe po kjo që është qendrore, ura që simbolizon një lloj mund të them parafrimi dhe shenjë e cila me të vërtetë është e rëndësishme për të dy palët dhe mendoj që nuk ka nevojë të politizohet. Ka qenë rasti kur Kurti ka marrë iniciativë për hapjen e urës, pastaj institucionet evropiane, të Unionit Evropian dhe të KFOR-it ka pas deklarata pro dhe kundër, por mendoj që kjo duhet të jetë arsyeshme, duhet të jetë logjikshme, nuk ka nevojë të japet konotacion politik, sepse kjo urë fundi fundit edhe sot qëndron dhe ka një jeshit që jep edhe Ibrit, Lumit dhe mendoj që nuk mund të shfrytëzohet në aspektin sepse ndonjëherë çdo iniciativë që është marrë nga qeveria e Kosovës është parë në frymën asaj që është një veprim i cili mund të dëmtojë raportet qoftë brendshme qoftë me faktorin e jashtëm, por unë besoj që këto gjëra edhe me faktorin ndërkombëtar duhet sqarohen dhe duhet të thonë trotë që kjo nuk ka të bëjë me cenimin e drejtave të komunitetit serb në këtë rast, por është një shenjë e cila bashkon qytetin, bashkon kulturat dhe njerëzit. Sa i përket krizës institucionale që ka mbërthyer vendin që pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, cili mendoni ju se po i korr të frytet e ngërçit, Kurti apo opozita? Kam drejtën jem situatë të tillë që nuk kemi as pozitë as opozitë, sepse derisa të përmbyllet formimi i institucioneve të kuvendit, që është me kryetarin e kuvendit, pastaj nën kryetarët dhe kalojmë në afatin ligjor kushtetues për formimin e qeverisë, 15 ditor. Dhe ato nuk ka koketim. Do thotë fillon, po që sot zgjidhet nesër më duket seanca. Ajo episoda seriali mund të them jashtëzakonisht i pakuptueshëm, them drejtën, por më vonë do flas për këtë. Do thotë automatikisht hym në afatin kushtetues për zgjedhjen e qeverisë dhe nuk ka më koketim me seanca 2, 3, 10, 15. Do thotë sepse kalon afati dhe soset, them sikur që soset mandati. Dhe në këtë drejtim është më rëndësi të thuhet që do shta dhe kjo bëhet me qëllim, por gjeopolitika s'është më botërore, çështja e sigurisë dhe gjitha këto turbulenca që kemi sot në zhvillimin botërore, nuk bën të lejojmë që politika ose barësit e institucione politike të jenë aq komod, të futen në cirkun e mund të them nuk është ky ndaj organizim me vend të shove të ndryshme. Dhe tëra kjo tregon jo seriozitetin, mund të them të forcave politike. Nuk e di në shqiptar ta jem kështu pak a shumë
në historinë tonë të tillë që të jem të përqarë dhe të mos arrim të krijojmë një unitet dhe vëdisim për atë që është kapitali, siç është interesa qytetare, por të gjithë qytetarëve. Se bën si është qytetari, ne mund të flasim gjëra amorfe dhe gjëra ndryshme, por qytetari mund të psoj pej gjitha këtyre neglizhimeve dhe proceseve që dëmtojnë vetë interesin, mund të them, të atyre të cilët janë të obliguar dhe kanë marrë përgjegjësi për krijimin dhe mirëqenien sa më të mirë të qytetarëve të shtetit. Mendoj që janë nuk ka vizion dhe nuk ka platformë. Shifni, mendoj edhe në Shqipëri deri dikur kështu është.